Flasim për Dinamon që ka Dajën dhe ne që kemi ruajtur Boshtin, ku e kemi ruajtur realisht Boshtin, po skuadrat e tjera janë të gjitha kanë ndryshuar shumë, kanë bërë shumë dalje dhe shumë hyrje në ekip, dhe këto gjëra natyrisht që bëjnë fillimin e kampionatit pak të parashikueshëm dhe mund mos jetë gjendja psikike, gjendja fizike, gjendja kolektivitetit dhe grupit me ato rezultate që parashikon apo kërkon çdo trajner dhe çdo klub. Ju ndoshta nuk jeni kompetent për këtë ekip, por megjithatë si një ekip që ka shumë tifoz pra në Shqipëri, ekipi Tiranës, a mendoni që do të jetë ndoshta ky sezon me ato lëvizje që ju keni vërejtur edhe në syrin e optikën e një gazetari, por edhe si një specialist futbolli që mund të ndryshojë perspektivat dhe t'i largohet ai fati i keq që e ka plagosur Tiranën me rrezikim për tronë edhe nga elita e futbollit shqiptar? Në fakt, specialist futbolli është që ka rënd, e një përgjegjësi e madhe për mua, po si njohës i futbollit në aspektin e këndvështrimit të gazetarit. Si pak tifoz, pavarësisht se jam i punësuar te Ignatia vite, ashtu dhe si Dinamo, mund të jemi i vetmi gazetar në Shqipëri që ka 5 medalje titulli kampion edhe kupa e këto tjera. Jam i pari që kam qenë gazetar zëdhënës Shtypi, me Dinamo shumë vite, dhe tashmë me një ekip të mrekullueshëm, me një president të jashtëzakonshëm, po edhe me të gjithë pjesëtarët e ekipit, duke përfunduar me të dy CEO-n dhe drejtorin teknik, do të thoshja që Partizani dhe Tirana, por edhe Vllaznia dhe Elbasani për tifozat, po Partizani dhe Tirana janë ato që finalforin do ta bënin të shkëlqyer, tifozë e rit e tyre, më të mëdhajat në fund. Por ne pam që vitin e kaluar tifozoria kryesore ishin Elbasani me arrakatët e saj, për numrin e tifoza, ku dhe Vllaznia, ku në momentet që skuadra është mirë, bëjnë andej. Në tërë botën në fakt është tifozat e vërtet e tregojnë veten kur skuadra është keq, në ditë të vështira, në qoftë se do skuadrën, në qoftë se por them që Tirana është një aset i madh i futbollit shqiptar, nuk e ndaj kurrë nga Partizani, madje Partizani është, siç e ka thënë Agim Fagu, një nga emblemat e basketbollit shqiptar, një basketbollist i nivelit ndërkombëtar, jo shqiptar, s'bet fjalë, që Partizani ka qenë universiteti i sportit shqiptar. Universiteti i sportit shqiptar futbollit, sepse ka bërë atë. Por Tirana dallohet për kampionatet që ka fituar, është me të vërtet lider shqip, por mendoj që si vjet zoti Halili dhe gjithë skuadra kanë bërë blerje që të japin besim apo të respektosh, të besosh dhe të mendosh mirë kur do luash Tiranë. Prandaj dhe sfida jonë me Tiranën në ndeshjen e parë është shumë e rëndësishme për të dy skuadrat, si për ne dhe për Tiranën. Për ne është sfida e vështirë sepse duhet të planifikojmë apo të rregullojmë marrëdhëniet duke ruajtur energjitë dhe për ditën e njëjtë, qoftë në dëmtime, qoftë në lojën e këta, kurse për Tiranën është për të krijuar një efekt psikologjik për kundërshtarët, por mbi të gjitha i duhet që edhe vetë të shpëtojnë nga fillimi i vitit kaluar, i duhet një fillim i mbar për të thënë që jemi një Tiranë ndryshe. Si tifoz, apo si gazetar, apo dhe si fshtar, do të lusja gjithë shqiptarët që të vinë të ndjekin futbollin shqiptar, se me të vërtet ja vlen, ka arritur lart. Por do t'i lutesha që të kuptojnë të gjithë mirë që asetet e futbollit shqiptar, ekipet që i thashtë në fillim, janë me të vërtet me Tiranën në krye pretendent kryesor, por natyrisht pas Ignatiës. Pas Ignatiës. Duhet të fitoj Ignatia me datë 27, urojmë shumë fat, vërtet, në këtë sfidë. Megjithëse deri tani patjetër që na keni bërë krenar, po do ishte vërtet e mrekullueshme nëse do të fitoj edhe ky play-off. Çfarëdo që të ndodh, unë ju premtoj, juve dhe gjithë tjerëve që na dëgjojnë, që futbolli që do luajë Ignatia do jetë dinjitoz. Futbolli që do paraqitemi atje do t'i arrit vlerat edhe imazhin të futbollit shqiptar. Natyrisht u thash, e përsëris prap, edhe pse luaj me një skuadër që ka buxhetin 24 herë më të madh se ne, Ignatia do të vej atje, shkojmë atje për të fituar, kam një parandjen të çmendur, të besuar, e dëgjoj nga fjalët e lojtarëve, fitojmë 2-0 ose 2-1, por edhe mund të humbasim se futbolli është i paparashikueshëm. Ju urojmë shumë